Në kulmin e debateve për pagat e gjyqtarëve, ka reaguar kryetarja e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, duke siguruar paanshmërinë e institucionit të drejtuar prej saj. Ajo ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve nëse është ndjerë nën presion nga politika, e cila e ka kundërshtuar kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritje të rrogës. Zaçaj thotë: Në thelb është e rëndësishme që publiku të jetë i mirë informuar, të marrë informacione e dur, të bëjë vendimet e dura në kuptimin e investimit të gjykatës, dhe nga ana jonë ne të sigurojmë publikun që në fakt ne jemi të pavarur të paanshëm dhe do të bëjmë punën tonë pavarësisht se kush janë interesat apo se si mendojnë palët e përfshira në proces dhe jo vetëm. Unë nuk besoj që deklarata futet në nivelin e presionit. Janë deklaratat zakonshme që ne kemi parë nga gjithë palët që përfshihen në proces. Përfshi dhe median dhe e konsideroj dhe dua ta citoj, sepse ndonjëherë jeni ju të medias që jepni zë më shumë se ç'duhet ndonjëherë mendimeve, opinioneve që jepen për vendimet tona. Sipas Zaçajt, vendimarrjet e gjykatës kushtetuese tregojnë stadin e demokracisë. Vendimet tona janë të zbatueshme. Ka vendime të caktuara të cilat politika besoj merr koston e vet nëse nuk i zbaton. Kur flasim për pushtete të tjera, e rëndësishme është që gjykata funksionon. Të mërkurën, kryeministri Edi Rama e cilësoi kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritjen e pagës me 700 euro lajthitje. Sipas kreut të qeverisë, kërkesa është e pavend, pasi 3 vite më parë gjyqtarët përfituan rritjen e pagave. Aktualisht, gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë çështjen në seancë plenare.